Mëngjes, të dashur miq të rubrikës tonë Tulipani, ju përshëndes e mirë se u gjeta në ditën e sotme, një ditë pas 22 ditëve protest kundra qeverisë dhe korrupsionit, kundra krimit dhe vjedhjeve shekullore të një qeverie që spritet e spandalet veç korrupsion, vjedhje, korrupsion, kriminalitet, edhe të gjitha ja dorëzojnë njëri tjetrit stafetat sikur të ishin pronarët e Shqipërisë. Të dashur miq, thash flasim, ne po na shajnë, ne protestuesve po na shajnë. Po mundohen të ne zbejnë protestën tonë, protestën e pamohueshme, protestën e pandalshme, deri në plotësimin e kërkesave tona. Të dashur miq, të dashur protestues, të dashur shqiptar, ju lutem, mos bini prej e ndonjërit që bën akte jo të drejta, akte jo të që na ndihmojnë në protestën tonë, siç ishte akti i Grisës Flamurit ose diçka tjetër, sepse këta njerëz po paguhen nga dikush për ta zblerë protestën tonë e për të thonë shiko, këta janë ekstremistë. Prandaj, mos bjem prej askujt, mos lëmë askën të dalin nga kauza jonë e protestes. Mos lejojmë as një njeri të shkelmi imunitetin e protestës tonë. Derisa Edi Rama dhe qeveria e tij të dëgjojnë zërin tonë, ne do të jemi aty. Do të jemi në shesh, do të jemi në rrugë, do të jemi në çdo qytet, do të jemi në çdo vend, do të jemi në kryeministri, do të jemi në çdo ministri, do të jemi në çdo bashki, do të jemi kudo do të jemi, derisa ta dëgjojnë zërin tonë. Prandaj, edhe një herë, ju bëj thirrje gjithë protestuesve të heqin dorë nga element që mundohen ta shuajnë protestën tonë, të mos si ka gjitem elementve që janë të paguar për të prishur protestën tonë. Ju falenderit miq të dashur.